Pas fazës së parë, e cila u zhvillua në Lungomare për lirimin e hapësirës publike, kryesisht për gjatë muajve korrik dhe gusht, një tjetër fazë po zbatohet në shëtitoren e Vlorës, ku të gjitha bizneseve të cilat kanë ende tenda në përdorimin e njësive të tyre, ju ka vajtur edhe fleta njoftimi se duhet i heqin. Në rast të kundërt do të përballen me gjopa apo edhe me shembje të tyre nga institucionet lokale. Ndërkohë, kjo gjë jap rrugë edhe projektit për ta unifikuar totalisht shëtitoren e Vlorës dhe për t'i dhënë një pamje të njëjtë bizneseve në këtë shëtitore. Duke nisur prej hyrjes së shëtitores Lungomare, bizneset ka nisur që të çmontojnë tendat, ato tenda të cilat i kanë pasur si strukturë, si pjesë e integruar e biznesit. Në shëtitore ka dhe bizneset të tjera të cilat sot janë me tenda, por në vazhdimsi janë parashikuar që edhe aty të hiqen. Edhe këtyre bizneseve ju ka shkuar tashmë shkresa, urdhri për t'i larguar tendat për shkak se zaptojnë hapësirën publike, ku duhet të kalojnë qytetarët. Jo vetëm kaq, por bizneset në Lungomare ka edhe sot nga ato njësi biznesi të cilat e kanë zënë hapësirën publike me objekte të ndryshme që i përdorin në funksion të tyre. Hapësira publike në disa biznese private është ende e zaptuar me vazolulesh, pjesë nga ndryshimi, reklama të bizneseve apo edhe pjesë ndërtime druri se ku ulen qytetarët. Të gjitha këto objekte, të cilat me urdhër edhe të kryeministit Rama duhet të largohen prej andej. Për këtë arsye, Policia Bashkiake dhe Ndërmarrja e Shërbimeve Publike kanë dalë përgjatë enjtes në teren për largimin e objekteve të njësive të biznesit, të cilat duhet të largohen menjëherë nga shëtitoria. Jo vetëm kaq, por sipas informacioneve, çdo biznesi që i ka shkuar më parë urdhri ka një afat për lirimin e hapësirës publike 5 ditor, për të larguar të gjitha pajisjet që zaptojnë hapësirën, në rast të kundërt do të përballet me masa ndëshkimore si gjoba dhe jo vetëm. Deri më tani, sipas informacioneve, ka pasur bashkëpunim maksimal nga administratorët e subjekteve private, pronarët të subjekteve private që kanë reaguar pozitivisht në largimin e tendave, por edhe të çdo gjëje tjetër që za hapësirën publike të qytetarëve. Ka patur një tendencë për ta shtyrë sa më tepër afatin dhe ndonjëherë edhe tolerime në kohë për shkak se bizneset kërkojnë të punojnë më tepër. Ndërkohë, modeli që do të përdoret aktualisht është ai i ambienteve të mbyllura, të cilat në pjesën e jashtme do të kenë vetëm çadra, kariget dhe tavolinat për klientët dhe asgjë tjetër. Pas përfundimit të kësaj faze të punës, do të nisë edhe projekti për realizimin e modelit të unifikuar të Lungomares. Të gjitha bizneset, hapësirat e jashtme do t'i kenë njësoj në pamje, por edhe në funksionalitet. Lungomare do t'jetë njësoj sa i përket njësive të biznesit nga fillimi deri në fund të saj. Për të gjë nuk do të ketë asnjë ndryshim, madje asnjë përjashtim.